Problemi e kemi në parandalem. Problemin në hapat e parë, në trajtimin e shkaktarëve pse shoqënia jonë radikalizohet dhe vjen deri tek ekspozimi përballë edhe ekstremizmit religjios, po dhe ekstremizmit të nacionalist dhe këtij ekstremizmit të djathtë. Që duhet më konstatuar që ky problem nuk është veç i Kaçanikut, pra njëjtë si Kaçanik e kemi fushë Kosovë, njëjtë si Kaçanik e kemi Prishtinë, për shkak se sinjalet, aktet që janë kry edhe prej fushë Kosovës e për Prishtinës brenda janë parafërsisht të njëjta, pra janë sulmu gazetarët, janë sulmu ka pas plane me sulmu institucionet dhe elemente të tjera, pra. Çka duhet me konstatu këtu? Elementi i parë është që na duhet me evidentu që në Kosovë kena një mekanizëm i cili punon në rehabilitim dhe reintegrim, i cili është bukur funksional dhe i cili ka kallëzuar rezultate impresive në raport me vendet e tjera. Pra, prej 168 njerëzve që kanë qenë në burgjet e Kosovës, vetëm njëri prej tyre ka kryer vepër 3 penale që lidhet me terrorizmin, të tjerët nuk janë përfshirë në vepra të reja penale dhe vazhdojnë jetën e vet normalisht. Që neve na tregon që kemi një rezultat në procesin në procesin e rehabilitimit dhe reintegrimit. Po çka kemi problem? Problemi e kemi në parandalem. Problemin në hapat e parë, në trajtimin e shkaktarëve pse shoqënia jonë radikalizohet dhe vjen deri tek ekspozimi përballë edhe ekstremizmit religjios, po dhe ekstremizmit të nacionalist dhe këtij ekstremizmit të djathtë. Pse po e them këto? Për shkak të mungesës së prioritizimit, të trajtimit të shkaktarëve që çojnë në radikalizëm dhe në ekstremizëm, na vazhdojmë me pas gjenerata të reja, të cilët po përfshihen në ekstremizëm. Pra, nëse i marrim grupin tash të ri të Kaçanikut, shumica prej tyre janë 19-20 vjeçar. Këta tregohet që këta indoktrinimi nuk e kanë nisë në vitin 2000, me kurse, me elemente të tjera, po indoktrinimi tyre ka nisë dikun pas operacioneve të vitit 2014. Dhe cenushmëria e tyre është pas kësaj kohe. Pse po e them këto tash? Problemet janë zinxhirore. Për shkak të mungesës së një qasje strategjike shtetërore ose një investimi strategjik shtetëror që mi parandalu faktorët të çojnë në radikalizëm, na kemi problemet e cilat na derivojnë në kriminalitet dhe në përdorim të kësaj mënyre. Pse? Për momentin nuk kemi qendra për punë sociale funksionale në komunat tona. Pse na ndodh kjo? Për shkak se qeveria e Kosovës nuk jep financa të mjaftueshme për me themelu kujdesin social në komuna. Pra, imagjinoni në Prishtinë 26 punëtor social për dikon 500.000 banor ose një punëtor social kujdeset për 26.000 banor që është në asnjë standard, në asnjë vend botës nuk mundet të toleru. Pra, një punëtor social maksimumi do ta kishte në 3.000. Dhe qeveria e Kosovës e din këtë punë. 26.000 si një qytet. Qeveria e Kosovës e din këtë punë dhe qeveria e Kosovës nuk ka marrë hapa për me e trajtu këtë problem. E kemi sistemin tjetër, mungesën e psikologëve dhe trajtimit psikiatrik ose të problemeve të shëndetit mendor në vendin tonë. Pra jemi një vend i cili enda nuk kemi garantu trajtim të problemeve mendore të cilat njerëzit i kanë. Këtu nuk po flas për çmendurim, po flas për situatat e depresionit, krizave tjera, të cilat nuk garantohet si problem. Sistemi edukativ arsimor. Prap kalojmë në një problem tjetër ku ti e sheh që asnjë reformë normale nuk është implementuar në sistemin tonë, e cila e trajton këtë problematikë dhe e cila mrin me i nal ekspozimin e gjeneratave të rive tonë përballë ideve radikale ose ekstremiste të cilat duhet me bë. Dhe kjo është një vend ose një ambient shumë i qartë ose shumë i lehtë për me radikalizuar shoqërinë. Në rast se nuk i qendra të mira për punë sociale, nuk i psikolog, nuk i psikiatra, nuk i sistem edukativ të mirë, radikalizues të kanë shumë lehtë me ta radikalizuar shoqërinë. Sidomos në situatën ku familja tash për momentin nuk mundet të pasi një lloj ombrelle ndaj këtij problemi dhe duhet me pas parasysh që një nga gabimeve kryesore që jena të e bosh fajsimi i familjeve. Mirë, po familjet janë nuk kanë asnjë masë që ata mundin me trajtu. Tash, çka kemi bë? Ka pas iniciativa. Ka njerëz shumë të gatshëm që po dojnë me punu këtë problematikë. Po injorimi, i cili vjen prej mekanizmave vendimbarës, sidomos në qeveri, është i madh. Pra, institucionet, njerëzit në nivelet më të larta vazhdojnë mos me pranu problemin. Momentin që nuk pranohet problemi, nuk ka financa, nuk ka zgjidhje, nuk ka trajtim profesional. Pa mundet të ketë çështje me u trajtu nëse ka një injorim, siç po e përmend ti Kreshnik prej anës së qeverisë në nivelin lokal. Po tash imagjinoni shumica e aktiviteteve të cilat bëhen në këtë fushë në vendin tonë janë të financuar prej donatorëve. Pra ende nuk kemi një fond normal i cili kish me garantu trajtim profesional të kësaj problematike. Dhe duhet me e konstatu këtë problem dhe duhet me vazhdu të paktën shteti jonë
me me kriju një balans. Pse po e thëm një balans? Sepse investimi për me radikalizu shoqërinë është shumë i madh. Fondet janë shumë mëdha. Njerëzit e sot janë të punu çdo ditë që fëmijët tonë mu radikalizu, me hyn këto rrugë këqija, me u nda edhe prej fesë, me kalu me një fe tjetër. Po flas jo një fe tjetër, po brenda islamit në një fe tjetër, me njek jo imamin tradicional që e ka njek baba, e nana, e gjyshja e tjerë, po me njek një imam i cili vjen qoftë prej Maqedonisë, qoftë prej zonave tjera, është shumë i madh. Ka qenë ai shumë Skenderaj. Jo, është investim i hatashëm. Këta njerëz kanë produksione, këta njerëz kanë rrjete sociale, këta njerëz kanë kamera të mira, kanë muzikë të mirë, kanë parë.